Po shkojmë se mi arritëm te ora, tash kemi me bom vjedhjen e dujve. Hajde, dyqysh e kam parasysh ke goma sa e modhe është, ndoket jem të e mojt në shpinë. Po ata shkelen boben vallojnë. Ampove të e vozit traktorin, apo vozit qa mirë? Ma mirë se do burra. Ma mirë se do burra dhe djenë. Mos më këta vjetë në ikon. U lodha s'po më i mo. Mos përcuan. Ka së më shtinë edhe mu. Ta shoferi është Dorontina. Ju jeni pasagjeri, inshallah s'po trotullojnë e ikon, apo tutesh? Ja. Apo ki frikë në mu? Po shkojmë se mi arritëm te ora, tash kemi me bom vjedhjen e dujve. O nderuj se të shkela vallojnë. Nuk është e lehtë me vozit traktor, valla. Jo, shumë lehtë, po... Hajde, dyqysh e kam parasysh ke goma sa e modhe është, ndoket jem të e mojt në shpinë. Po ata shkelen boben vallojnë. Ky mbledhe derisa të vijën e kë... Nuk rrin atë nodën derisa të vijën e. Është në ullur? Që ka në ullur, no? Me sukses. Dhe ishte mirje. Po. Ja, one qka t'jam sy, ja e arri. A kom vozit mirë? Edhe na, ha? Oh, pasha zoten. Të mu isha nja dy dujën e mi qu bëllash për mu. Jo, dy pas. Hajte provoj. Hajte ama atë tërfurkun. Po thua. Lësat aranin. Pasha zotën e gjithë thamë, nuk i lypi drejtat e barabarta me meshkuj. Nuk e kemi atë forcën e juve. Jo. Po m'del në i gjorpen. Erdha musil që sajde se valla sëren ndimes. Ampove të e vozit traktorin, apo vozit qa mirë? Bashkë mirë. Ma mirë se do burra. Ma mirë se do burra dhe djenë. Pasha zote pa. Apeleshtë një. Apo do me pauzu pak e apelesht një. Po në nëzën shiu mëre, po në nëzën shiu në mesin dojt. Hajde Dorontin, kalzaj e vetën një sot gjekur. Ishte lo mikrofon shto brop, ha? Pasha zote, në një me dogagjinit. Lodha s'po më i mo. Ja pse i kërkujmë na drejtat e barabarta. A e pa, ja u kum pik krejt që burrave. Kjo është pra forca e femnes. Sa i përket shkollës nuk i lëshojmë pe meshkujve hiq. Po deshta me provu dhe sa i përket forcës edhe e vërtetova. E pot pra, e kum qu duja. Mos më këta vjetë në ikon. Vallojnë e fort jo, ma përshen? Ha? S'ka, në gjdo pun di me bo. Kur? A për mëriter isha 50 euro ditin. Një mesë si na mirë vesh, hajde të shtë me mu të s'kejohen pak, si na mirë vesh për pare. Mu më shkoj dita, sa po ma paguni ditën. Ja, 50 se... 50 për mëriter ishte parë mdej me 2 duj që i kum qita të, 50 euro. 4, 100. Hajde përshkojmë edhe naj duj edhe graj punës edhe pak për i thët boba, se na hupi gazetorja kohën. Jena po folëm po silëm shën e përar, edhe po e shijojmë. Shkoj të ndimoj, Gjes. M'fal emrin që shepote? Baci Hysni. Pasha zote Baci Hysni ma po vehojrin që irdha sot. Mos të kesh shoni ju ketë mitë krejt. Ja, pa të betë shpetja. Thuj mos të keme orë të thuj na këtu tash i këshëm kry. Ja, këtë, ja. Aj hirofish më që më the hajde. Ju, Allah i truhen. Po thuj s'po t'jeshe mu qu edhe ti. Jo, Allah, ja.
Sa i mirë. Atë pa thonë që zoni shka boni hajde shkojnë hona dorë ke pina çaj shkojnë dikush. Për flat. Faleminderit shumë i nderuar. Për neve boke gjitha është kjo pritja e mirë, pritja me zemër të madhe. Hajde Dorotinë edhe pak po vazhdojmë. Pas po guxoj përse ma herët e kena gjetë një snake. Gjarpen. Po tu ta mos është në një qëtë. Mos përcuan. Ka së më shtinë edhe mu. Miqtë e mi, qëllimisht zgjodha me e bo dhe mbyllën sa i përket ditës e sot me këtu në fshatin Fushtic e epër me komuna e Drenosit. Pak po më vjen vështirë kështu me thonë këtë emër me e theksu, por gjithsesi po ja dalë. Qashtu, gja veç po ma bën katën katë, unë veç sa ma nalë, ashtë për mbi duj këtë, qka mund të themi e kalum një ditë super të bukur me njerëz super të mrekullueshëm, inshallah na bojnë halal se pak ja kemi marrë kohë dhe tash ka fillu careshje shiu edhe na duhet me ikë për shkak se e keni parasysh pajisjet nuk guxoj me vazhdu me xhirime kur kemi reshje shiu, por mbi të gjitha nuk e di se kam bërë diçka pa u thonë sa i përket këtij fshati. Thon drejtën një pjesë bukur të madhe e kalum familjen Bytyç, i cili ti përshëndes edhe një herë përzemërsisht, edhe na i dhan ca informacione lidhur me fshat dhe nuk ishim se çka me uend rrugëve edhe përkundër faktit se ne e hulumtum bukur shumë fshatin, por çka ditë ju them ju vazhdoni të qëndroni me neve se ne jemi çdo ditë në fshatra të ndryshme e përveç fshatrave, po ashtu me risi të ndryshme. Dere në takimin ton të ardhshëm, mirë mbetëshi! Po shkojmë se mi arritëm te ora, tash kemi me bom vjedhjen e dujve. Hajde, dyqysh e kam parasysh ke goma sa e modhe është, ndoket jem të e mojt një shpinë. Po ata shkelen boben vallojnë. Am po vetë e vëzit traktorin? Apo vëzit qa mirë? Ma mirë se do burra. Ma mirë se do burra dhe djenë. Mos më këta vjetë në ikon. U lodha s'po më i mo. Mos përcuan. Ka së më shtinë edhe mu. Ta shoferi është Dorotina. Ju jeni pasagjeri, inshallah s'po të rëtullojnë e ikon, apo tutesh? Ja. Apo ki frikë me mu? Po shkojmë se mi arritëm te ora, tash kemi me bom vjedhjen e dujve. O nderuj se të shkela vallojnë. Nuk është e lehtë me vozit traktor, valla? Jo, shumë lehtë, po... Hajde, dyqysh e kam parasysh ke goma sa e modhe është, ndoket jem të e mojt një shpinë. O ata shkelen boben vallojnë. Ky